Mëngjesi I 9 prillit, 27 vjet më parë, nisi herët në Koshare. Njësitë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës u nisën drejt vijës kufitare. Tereni ishte I vështirë dhe përballja filloi që në orët e para. Sy pa trembur dhe plot guxim, ushtarët tanë avancuan hap pas hapi, derisa e thyen kufirin Shqipëri-Kosovë të vendosur padrejtësisht. Pothuajse një shekull më parë. Kufirin që I kishte ndarë shqiptarët që nga viti 1913. Në ditën e parë të kësaj epopeje, ranë dëshmor Abush Loku, Bashkim Jasiqi, Ramiz Krasniqi dhe Rifat Qelaj. Luftimet vazhduan pa ndërprerje. Të nesërmën, ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës arritën ta marrin nën kontroll pikën kufitare në Koshare. Njësiti Kobra, bashkë me batalionin e parë dhe policinë ushtarake, ishin të parët që hynë atë hapësirë që deri atëherë mbahej nga ushtria e Serbisë. Më 11 prill, gjatë përpjekjes për ta marrë plazin, pas 2 ditë luftimesh të ashpra, në fushë betejë, ra strategu, piktori, poeti e artisti shumë dimensional, Agim Ramadani, me emrin e të cilit më pas u pagzua Brigada 138. Ai kishte udhëhequr sulmin që nga dita e parë. Ishte në vijën e parë të frontit kur kufiri u thye. Rënja e tij ishte humbje e madhe për Kosovën, por në të njëjtën kohë u bë forcë për ushtarët e tij, të cilët e quan deri në fund amanetin e tij për ta hequr kufirin që ndante atkohë shqiptarët andej këndej drinit. Ditëve në vijim, përballja u bë edhe më e ashpër. Më 19 prill, në një ditë të vetme, ranë 13 ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. U përjetësua edhe njëri nga udhëheqësit kryesor të betejës dhe brigadës, Sali Qekaj. Në atë brez malor, luftimet nuk pushuan. Përkundër ashpërsisë së sulmeve, ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk u dorëzuan. E mbajtën kufirin të hapur dhe nuk u tërhoqën me asnjë çmim. Luftimet vazhduan deri në qershor. Atëherë u përfshin brigada të tëra, njësitë speciale, grupe operative, luftar nga të gjitha anët e Kosovës, nga gjitha trojet shqiptare dhe nga mërgata jonë. Betejës së Kosharës ju bashkuan edhe vullnetar të huaj, që zgjodhen të luftojnë këtu. Disa prej tyre ranë Koshare, krah për krah me luftarët tanë. Prandaj sot nderojmë dhe përulemi edhe para dëshmorëve të Kosovës, italianit Francesco Bider, francezit Paillard Arnaut Pierre dhe algjerianit Murat Muhammed Ali. Kjo e dëshmon se lufta jonë për liri ishte drejt, ndaj pati e honë aq të madhe e të gjerë, sa që mori për krahje nga e gjithë bota demokratike. Në betejën e Kosharës, 114 luftarë të UÇK-s u vranë dhe mbi 380 u plagosën. Këta luftarë që mësyn Kosharës atë pranverë, e dinin mirë se ku po hynin. E dinin që kthimi nuk ishte I sigurt, por për liri hyn, për liri ranë dhe lirin e sollën. Ndaj beteja e Kosharës është ndër betejat më të lavdishme të historisë sonë moderne. Shteti I Kosovës është ndërtuar mbi këtë guxim, mbi vendime të marra në kushte thellësisht të rrezikshme dhe mbi sakrificë brezash të tërë. Nderimi I heronjve dhe luftarëve të brigadës 138, Agim Ramadani, në kuadër të manifestimit Ditët e Shqipës, dëshmon vendosmërinë tonë për të punuar me përkushtim, që Kosova të bëhet ashtu siç e ndruan ata që ranë për lirinë tonë. Në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës, shpreh nderimin tim të thellë për gjithë luftarët e Kosharës. Lavdi dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qoftë I përjetshëm kujtimi për ta. Faleminderit.